në botë deri. Po kur më pyesin dhe më thonë je poete e rrezikshme, qesh në zë e përkëdhel veten. Po poetët e rrezikshëm që duan të thyen tabu kanë ekzistuar gjithmonë edhe e kanë bërë letërsinë të shkojë përpara. Të shkojë mjafton që ti të bësh atë që ndjen, mjafton që ti të zbulosh me sinqeritet dhe guxim më të madh ato gjëra që ne i quajmë të turpshme. Po ne jemi qenie njerëzore. Dikush është më pak pervers, dikush më shumë. Por kur i zbulojmë këto fsheta brenda vetes, bëhemi njerëz të mirë. Prandaj arti ka vlerën e katarsisit. Dhe prandaj edhe unë frymëzohem shumë sepse duke lexuar dhe baladat e rockut, aty lexova që dhe ata janë si Jim Morrison që adhuroj dhe ata janë ndikuar nga poezitë e Baudelaire dhe të gjithë simbolizmeve. Të gjejmë fillin mes të qenit pervers, erotik, poetik. Po se kur të them që te njeriu janë të gjitha gjërat. Ka momente që na vjen turp nga vetja se mendojmë i perversitet. Ka momente në situata erotike ndjehemi dhe pak pervers. Dhe ka momente që kjo na kthen në një poezi, në një poezi të mrekullueshme dashurie. Por ai filli duhet, sepse filli pastaj ka lidhje edhe me ne jetojmë në një shoqëri dhe ka gjithmonë një kufi.